Për hir të Zotit, Zoti President, le të bëjmë diçka përpara se, siç thoni ju, gjëra shumë të këqija të mund të ndodhin sërish. Edi Rama ka udhëtuar shumë herë në Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, janë të gjitha gjasat që asnjë prej këtyre udhëtimeve të mos ketë qenë kaq delikat dhe me rëndësi si ky i pjesëmarrjes në ceremoninë inauguruese të Bordit të Paqes. Arsyet janë të gjitha aty, në sallën në Washington ku u mbajt ceremoniali. Së pari, duhet thënë se edhe Edi Rama ka pasur një marrëdhënie të vështirë me figurën e Donald Trump. Rama është një shpotitës i vjetër i presidentit amerikan. Rama është marrë me Donald Trump qysh në mandatin e tij të parë presidencial. Më i fundit episod ishte ai ku Rama i kërkonte Macronit që ta përgëzonte për paqen me Azerbajxhanin. Së dyti, Rama shkonte në Washington në të parën përballje me njeriun më të fuqishëm në botë që kurse ai mori mandatin e dytë presidencial. Shkonte me reputacionin e një sorosisti të thekur, të dikujt që nuk ka mohuar miqësinë me familjen Soros, madje ishte i ftuar special i dasmës së Alex Sorosit. Së treti, Edi Rama linte pas shpine një Shqipëri që endet në shkulmet e hetimeve antikorrupsion dhe në goditjet e opozitës. Një mbështetje politike duke pozuar në podiumin me emra të njohur të Donald Trump është një dozë oksigjeni për të në këtë atmosferë. Ky është konteksti që shoqëroi nisjen e Ramës për në Washington. Edi Rama diti ta përdor maksimalisht minutazhin, duke mbajtur një fjalim që afishoi një problematikë shqiptare në një forum për lindjen e mesme. Përzgjedhja e armikut të përbashkët Jack Smith mund të konsiderohet si gjetja e fjalës. Rama përdori shumicën e fjalimit për të bërë apelin për krerët e UÇK-s, duke i kujtuar presidentit amerikan se si Hashim Thaçi arrestohej gjatë rrugës për në takimin me të nga prokurori famkeq. Kritikat ndaj Europës në lidhje me skepticizmin ndaj nismës së Trump ishin tema tjetër e fjalës së Edi Ramës. Udhëtimi i Edi Ramës në SBA ka rëndësi edhe për Shqipërinë dhe Kosovën. Është mirë që të ruhet marrëdhënia strategjike me Amerikën. Në këtë pjesë të Ballkanit, roli amerikan mbetet i pazëvendësueshëm. Rama bëri zgjedhjen e duhur, megjithse shumë vende evropiane i kanë thënë jo Bordit të Paqes. Fjalimi i Edi Ramës ishte një hedhje e guximshme, por që nuk përfundoi në tragjedi. Do të ishte diçka e bukur dhe e merituar për ta.